Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 9. Data 9 gusht 2026. Një ditë shumë e rëndësishme, kjo ditë e diel, një ditë që është ditë e rëndësishme astrologjike, sepse Mërkuri futet në Luan në orën 18:29 me orën tonë. Mërkuri është planeti i meditimit, i fjalës, i ndikimit, dhe jo vetëm kaq, por meqense në Luan fjala bëhet më e fortë, ka të bëjë me marrëveshje, lajme, komunikime, ndryshime të mëdha dhe jo vetëm. Por kjo do të thotë edhe disa ndryshime të tjera që vijnë drejt këtyre gjërave, sepse komunikimi është emocional dhe zëri kërkon të dëgjohet. Duke theksuar qartë se Mërkuri nuk është në retrograd gjatë kësaj periudhe, kjo do të thotë se bisedat, idetë, prezantimet, projektet, kryese njoftime, intervista, shkrime, fjalime dhe shumë gjëra të tjera janë në ndikimin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë, sepse stabilizojnë, konkretizojnë gjëra të rëndësishme. Por gjithashtu duke theksuar qartë se Mërkuri, ndikimi më i madh ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me bisedimet që tërheqin vëmendjen, kur ka të bëjnë edhe me çështje të mëdha që lidhet me punën, që lidhet edhe me disa vendime që marrin tani tutje. Më të ndikuar nga hyrja e Mërkurit në Luan, do të thotë janë Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi, sidomos të 10 ditë parë. Fillimisht ata që kanë ascendente në këto shenja. Për Luanin kjo sjell një zë të fortë personal, ide, komunikimi dhe nevojë për të rritur të ardhurat dhe çështjet ekonomike. Për sa përket për Ujorin duket se aktivizon marrëdhënien dhe partneritetet. Për Demin, prek shtëpinë dhe familjen. Për Akrepin, prek karrierën dhe statutin. Shenjat e zjarrit, dashje dhe shikjetari mund të marrin këtë si mbështetje në krimtari, studime, dashuri, udhëtime dhe vetëshprehje. Njëkohësisht, Dielli dhe Jupiteri janë në Luan dhe po afrohemi drejt eklipsit diellor në Luan në datën 12. Kjo bën hyrjen e Mërkurit në Luan edhe më të rëndësishme. Fjala, një dokument i këtyre ditëve mund të ketë zhvillime më të madh më vonë, sidomos për ata që kanë ascendente në këto shenja, atmosfera bëhet shumë e ngarkuar. Për çështjet që kanë bëjnë lidhje me praktikën, dita është shumë e mirë, por me ndikime dhe prezantime të rëndësishme, energjia është në zenith. Në dashuri, Mërkuri në Luan favorizon deklaratat, favorizon punën, favorizon karrierën, edhe blerjet nëse keni për të bërë në këtë ditë, por kjo nuk do thotë që ka të bëjnë për marrëveshje të mëdha, sepse kërkojnë mundësinë dhe kohën, financimet duhen kujdes, sepse eklipsi diellor është shumë afër dhe mund të zmadhojë entuziazmin. Për blerje, luksi, argëtimi, fëmijës ose imazhe që blejmë, por do të pasur kujdes se ku dhe çfarë ndodh në këtë aspekt. Do ishte mirë që neve të shikojmë në detaje gjërat edhe aty ku ndodhin fenomenet për shembull, ose gjëra të tjera që do të kemi tani e tutje. Prandaj kërkohet vëmendje në anën më të mirë të mundshme. Por gjithsesi, para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës së blerjes, jeni gati për gjithçka pastaj ju intereson rreth çështjeve, rreth gjërave që kërkoni dhe mundësitë që juve dëshironi. Dërgoni një email në sekretari dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt drejt përgjigjen. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, meqense Dashi ka pasur disa çështje të lëna pezull, disa gjëra që nuk janë realizuar kohë më përpara, por tani për tani është një mundësi shumë e mirë në lidhje me ndikime, favorizime, mundësi të arta që keni tani tutje. Dhe Dashi nga njëra anë favorizon ekonominë dhe stabilizimin, favorizon punën dhe karrierën. Në anën tjetër ka ndikime shumë të mira në lidhje me dashurinë e vërtet, që do të thotë me
me peshore të 10 ditëve parë, se është një mundësi shumë e mirë tani, në lidhje me gjëra që do të ndikojnë, me gjëra që do të rregullojnë dhe do të startojnë tani tutje. Në lidhje me në përgjithësi për bashkim familjar është me ujor të 10 ditëve parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për demët, në fakt, demët tani në këtë periudhë është një moment shumë i vyer. Karriere nga njëra anë, momentale në anën tjetër, dhe çdo gjë mund të ndjeni ndryshimin mes asaj që është më pozitive, mes asaj që është e vërtet. E vërteta është për shenjën e demit, sepse demi është vërtet ndikimi më i madh dhe atmosfera më pozitive që ka. Por nëse ne flasim në anën në pozicionimin e planeteve dhe kohës që kanë të bëjnë, është momenti tani. Është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, bisedime, çështje pune, çështje biznesi, me çështje biznesi sidomos, sepse kjo periudhë është periudhë që vërtet studioni kohën, punën, karrierën, ndryshimin, vendimin, por momenti është i juaj, sepse kjo është një nga periudhat më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të 10 ditëve parë, me ujor të 10 ditëve tretë, është perfektja, sado që gjërat janë në anën tuaj, ka një mundësi shumë të mirë tani për ekonominë ose vendime që merrni, disa vendime shumë të rëndësishme në këto fusha. Por demi do të kujdes në dashuri me akrep dhe me ujor të 10 ditëve tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja tjetër tani, do shkojmë tek shenja më ndikuese dhe më rrezatuese. Kjo do thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët? Për binjakët tani e tutje, kanë mundësinë, kanë kohën, kanë vendimin që ta marrin në anën e tyre, pozicionimin e planeteve dhe periudhën. Por periudha duket se tani është koha juaj ekonomike financiare, një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues për sa i përket ekonominë, për sa i përket dashurisë dhe ndryshimit, po ndryshimi sidomos sepse është periudha juaj dhe koha më pozitive që ndonjëherë mbi çështjet financiare dhe të biznesit. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, binjakët jo se kanë probleme të mbartur nga e kaluar, por kanë një diçka shumë të madhe me stabilizimin e punës së tyre dhe karrierën e tyre. Një moment mjaft i mirë tani e tutje. Një moment që do shikoni dhe vetë ku kjo periudhë është mjaft e mirë dhe pozitive për stabilizimin ekonomik, për çështjet e financave dhe të biznesit. Të biznesit sidomos është një periudhë shumë e mirë ku juve do përfitoni jashtëmarrëse mbi ndryshimin e madh që po vjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me shijetar është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforet ka një diçka shumë të madhe tani, ka një kuptim mes asaj që është e bëshme në fushën ekonomike financiare, në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Në fushën e karrierës domos nuk ka vend për të shqetësuar kurrë për arsye të ekonomisë, për arsye të ndryshimeve, të mundësive të arta që juve keni, mundësive të arta sidomos. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të stabilizuar ekonominë, për të arritur qëllimit të punës dhe jo vetëm. Megjithatë, edhe pse disa probleme që keni pasur përpara, por tani e keni zgjidhur problemin dhe gradualisht gjërat janë në anën tuaj, por edhe disa çështje të tjera që ka të bëjnë me vendime të rëndësishme që do të merrni, është një mundësi shumë e mirë tani dhe kjo është koha dhe vendimi më i artë i qenë ndonjëherë dhe kjo duket në plan të parë për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të vendimeve që do të vinë tani tutje. Vendime pozitive, karriere, ndryshimesh dhe mundësi të arta që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të 10 ditëve parë, me ujor të 10 ditëve tretë, është perfektja dhe jo vetëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët duket se kjo periudhë ka ndihmes të madhe për punën, ka një ndikim shumë të mirë sepse e lidhni me ekonominë, por lidhet edhe me një çështje dashurie për shembull, që ka të bëjnë edhe me kohën tani e tutje,
sepse jeni mjaft përpara për që në këto kohë, keni një ndikim shumë të mirë me vazhdimsinë e periudhës ku ndodhin fenomenet dhe me sa duket është një nga momentet më të mira dhe më të ndikuarat në jetën në sociale dhe atë private. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duket se me dëm dhe me peshk ka diçka shumë mirë nga dreka. Nëse doni të bëni bisedime dhe të ketë duk ajo çka doni, është momenti juaj dhe koha më e mirë e mundshme që ndonjëherë. Një dashuri e munguar është me dëm të diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha tani e tutje nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim e 1000 arsye për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Momente që janë tani e tutje, koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. E keni të gjitha mundësitë dhe periudha kur ndodhin fenomenet, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv sepse starton, rregullon, krijon mundësi pune. Virgjëreshat gjithmonë janë në anën e tyre më të mirëmundshme dhe ata prezantojnë vetën e tyre, prezantojnë kohën dhe momentin dhe periudha që ndikohen në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të ditëshit parë, me ujor të ditëshit të tretë, ka të bëjnë shumë me ndryshimet dhe vendimet të mëdha që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm dhe me shijetar është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, meqense peshoret tani e tutje kanë disa ndryshime, por janë ndryshime më të mëdha ekonomike financiare, më të mëdha në anën e punës suaj, të karrierës suaj, me karrierën sidomos, sepse ka një ndikim mjaft mirë pozitiv me punën dhe mbi ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush. Është koha, është mundësia dhe vendimet që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditëshit parë, me peshk të ditëshit të tretë, përgatituni. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akrepi. Akrep të dashur, sado që gjërat janë favorin tuaj ose në disa ndryshime të papritura mund të ndodhin, është një mundësi shumë e mirë sepse nga mbasditja fillojnë gjërat të lëvizin për juve, se është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Dhe jeni shumë korrekt me punën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luanin, mos e lini pas dore, sepse është jeta juaj. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetari. Për shigjetarët tani e tutje, sado që mund të flitet, sado që mund të ndikoj ose mund të rezultojë ndryshe, jeni në kohën tuaj, në momentin e duhur, mbi ndryshimet dhe takimet që do të bëni, mundësitë të arta që vijnë, çështjet shpirtërore, lidhjet, afatgjat, mundësitë të arta, koha, të disa detyrime të vogla që keni poshtë momenti juaj për të zgjidhur në anën tuaj dhe e keni mundësinë tani, çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me luan, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se jeni në anën më të mirë të historisë, në fakt, sepse kjo periudhë është e juaja, ndikoheni shumë në ekonomi dhe në stabilizimin e saj. Por megjithatë, kjo periudhë është periudhë që dikton shumë gjëra në përditshmërinë tonë, jep mundësi, kohë dhe vendime që do të merrni tani e tutje, është një moment mjaft i artë për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresht të ditëshit parë, me dëm të ditëshit tretë, është perfektja dhe mundësitë të arta që keni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk të ditëshit parë, me luan të ditëshit tretë, është idealja me germa shtypi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët duket se tani në këtë periudhë është një nga periudhat më të ndikuara dhe më ndryshe nga që mendojmë dhe gjykojmë. Është një periudhë mjaft e mirë suksesi. Është një diçka shumë pozitive dhe ndikime të mira favorite për juve, sepse është kjo periudhë, është ky moment mjaft i mirë, sepse stabilizohet ekonomia, stabilizohen gjërat dhe me ndryshimin që juve keni tani e tutje. Janë ndryshime mjaft të mira dhe pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me peshore është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për sa përket peshqive, peshqit nuk është se ka një kuptim tani, por mund të jetë pak e vështirë ajo çka lidhet, sepse me kuptimin e punës dhe të karrierës ose ndryshimet që vijnë
në farë mënyrë në anën tuaj, është periudha kur ndodhin fenomenet ose periudha kur ndodhin gjëra të rëndësishme financiare, bisedimet që bëhen, koha që juve keni në dispozicion është në anën tuaj dhe kjo mund të shfrytëzoni për të mirë. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me gafore dhe me akrep bëni pa kujdes. Kurse me virgjëresh është idealja dhe një pasardhës është në rrugë të mbarë. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht datës 9 gusht 2026. Nëse dëshironi parashimet e detajuara, kemi faqen që shkoni atje, astrologu.al, e klikoni, jeni gati pastaj, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe flasim bashkë se si funksionon shërbimi. Nga Unë Rropulla, gjithë mirat.